Në listën e atyne që u flijun për shqiptari e për dashnin e shërbimin për Kishën Katolike, pa diskutim që spikat edhe emni i Fra Gjon Pantalis, rregulltar fratel jezuit, i cili u vra në hetusi vetëm e vetëm se nuk pranoj asnjëherë të ishte dëshmitar apo vërtetues i akuzave të propagandës komuniste, si mas cilët jezuit dhe marë kleri katolik kishte punu në dam të atdheut. Këtë gënjeshtër të pastër, a i e refuzoi dhe e muhoj deri në fund. A i lindi në Prizren në vitin 1887 dhe nga ana gjakut ishte kushëri i nobelistës dhe shejtnesës shqiptare Nan Terezës. Shërbeu në Shkodër e në Tiranë pas viteve të formimit në Itali dhe pikërisht në Shkodër u arrestu me akuzën se dinte të gjitha sekretet e jezuitëve. Pas pothuajse një vit torturash, atë e hodhën nga dritarja për ta stimuluar si vetvrasje. Në fakt, Fra Gjon Pantalia nuk u dorëzu deri në momentin e fundit. U ekzekutu në mënyrën më makabër, sepse deri në fund qëndroi shërptori palkunën i të vërtetës, i lirisë, i Shqipnisë dhe i Kishës Katolike.